Presidenti Donald Trump ka shkaktuar shqetësim në një postim në rrjetet sociale ku u bëri thirrje iranianëve të evakuojnë menjëherë kryeqytetin Teheran pa dhënë ndonjë arsye të qartë. Paralajmërimi i tij vjen në një kohë tensionesh të rritura midis Iranit dhe Izraelit, të cilët kanë shkëmbyer sulme të përshkallëzuara që nga mëngjesi i së premtes. Trump përsëriti qëndrimin e tij se Irani nuk duhet të pajiset me armë bërthamore, duke shtuar se ishte një gabim që Teherani nuk pranoi marrëveshjen që ai propozoi gjatë presidencës së tij. Ai e cilësoi këtë si një turp dhe humbje të panevojshme jetësh njerëzore. Reagime të forta kanë ardhur dhe nga kongresmeni amerikane Yasin Ansari, me origjinë iraniane, e cila quajti deklaratën e Trump të pandjeshme dhe të frikshme. Ai theksoi se Teherani, një qytet me afro 10 milion banor, është shtëpi e njerëzve që meritojnë liri dhe siguri. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë rritur praninë ushtarake në Evropë duke zhvendosur avion furnizimi me karburant apo dhe duke drejtuar aeroplan mbajtëse Nimitz drejt lindjes së mesme. Megjithëse këto lëvizje konsiderohen si të planifikuara më parë, ndodh në një moment kritik për rajonin. Gjithashtu, Donald Trump ka shprehur mbështetje për mbrojtjen izraelite, por nuk ka konfirmuar nëse i ka bërë presion kryeministrit izraelit Netanyahu për të ndaluar sulmen ndaj Iranit. Konflikti midis dy vendeve vijon me intensitet në përdorimin e dronëve, raketëve dhe avionëve luftarak.